është ora këtu 10:20 të darkës. Edhe pra është natë, po shkon ora 11. Edhe unë jam trëm për arsye se mendoj që nuk do të mundem të prezentoj këtë çështjen time si duhet. Shikoni vëllezër motra. Shikoni, ja ta kthejmë çik të kamerën. Është ora 10. Ku kthehet kjo mëra? Është ora 10:20 minuta këtu, shikojeni. Edhe ato avokatët atje nuk po flenë. Kanë avokatët që mbrojnë këtë mire ka mere thot pse çaj kokën. Avokatët që mbrojnë këtë kompanit e kazinos, pronaret e kazinove. Shikojeni orën. Kanë fillu nga ora 8:45 që po qëjnë, po se këto unë kam, po të shikoni ju, kjo është ajo website që të kthen email direkt nga dokumentet që janë të lidhme me këto, si thonë, ne i themi clerks of the court. Nuk e di që përdorni ju atje për këto që janë ai sporteli ku man këto rekordet për gjykatën, ku ti e hapadin, ku ti... Po nese, këto kanë fillu që në orën 8:45, edhe akoma vazhdojnë, për arsye se në momentin nuk ka nevojë të shkojnë gjykat, e bojnë direkt nga online, kështu i bëj edhe unë, e bën kërkesën gati, hyn në website-in e gjykatës, edhe paraqet aty në online. Po këtyre ju ka hyrë të merri, kujtoj se vetëm unë jam që friksohem për tyre, për që da human. Këto është e premte, është e premte në darket, është ora 10:20 natës, ato janë të vazhdu duke punu, edhe unë kujtova se qunë vetëm një, edhe i bone përgjigjen për këtë, për përgjigjet legale, ajo që mund ka të thonë kë Mondi, Mond Shalavari dhe Nurka, për përgjigjet legale, interneti dhe chati është vendi më i mirë ku mund të konsultohesh, për natyrisht që duhet dish ligjet vetë, që të tërgosh, të orientosh ku duhet shkoj, por të ndihmon mjaft, nuk do të rishti të shkush një orë, e shku në ta i tërgon ti kush janë faktet, kush janë ato ligjet që mendon ti që të mbrojnë, edhe të paren ato më shumë, dhe e para që këto kishin shkrujt, ku është defenset, e ishte që, po të shikoni këtu, defendants first motion in limine, që do thotë kërkesa e parë e këtyre të paditurve, për me ndalu mu që mos të flasë para këtyre juristëve, që të ndaloj gjykata, i bëjnë kërkes gjykatës, që të mos më lejoj mu gjykata, me fol para këtyre juristëve, juristët që në të popull i thjesht, këta e gjykojnë, mos mi tërgu atyre që kjo kompani nuk më ka dhonë dokumentet që duhet më jepte, vitit që duhet më jepte gjatë kohës kur bëhet këtë discovery, kur mbledh informacionin, për arsye se unë i them këtyre, i them që unë përveç çështjeve të tjera, do të hap edhe një çështje ditën e gjyqit kundër jush për abuzimin, shkatrimin e këtyre evidencave, ata ne them qefjen, concealment, edhe këta janë shumë të dënushme në Amerikë, ato s'mi kanë dhonë mu, edhe pse i kanë, edhe të ashtë i bojnë thirrje gjykatës, me lafi kanë bojnë një kërkes, kanë pareqit një kërkes, që edhe i kanë thonë që mos e le Samion të flasi, të tërgoj gjykatës, të tërgoj atyre juristëve, që ne kemi majt evidencë, ne nuk kemi majt. Që ne kemi shkatru evidencë, se ne nuk kemi shkatru, thonë ato. Që ne si kemi dhonë Samiot evidencën, se ne e kemi dhonë Samiot evidencën. Të gjitha këto thot, sepse Samiot thot, nuk ka
çështje, edhe në vend që të fitoj çështjen në bazë të çka kemi bën e thot, ose çfarë e kemi akuzuar Samion, ai do të fitoj çështjen thot, duke hedhur në gjyq, duke thonë atyre që ne si kemi dhënë materialet që ti duhen me vërtetu, me dëshmu ata çështjen e vet. Kurse unë jam i përgjigj atyre, nuk ka rëndësi nëse do vendosin në anën time apo jo, edhe mendimin e çatit, se për këto çati është i mrekullueshëm. Në qoftë se e kishte fjalën Ymer Nurka dhe ky Mond Shalvari që shokë çati, për këto çati është i mrekullueshëm, se këto janë çështje ligjore, ku diskutohet ligji. A ka ligj që më detyron të mos e hap gojën, mos i përmend ato? Detyron gjykata apo të vendosë për ka të drejtë. Gjykata këto janë çështje gjyqësore që çatit ndihmon shumë, edhe i ban shpejt për ty, ti natyrisht do të shikosh se ka gabime kolosale aty. Pra, edhe unë e ktheva përgjigjen shumë shpejt. E ktheva përgjigjen se ndihmoi edhe çati, e tregova çatit çfarë duhet, edhe i thash që në radhë të parë thash unë, tash kjo është problem faktesh. Faktet që a mi kanë dhënë më ato këta që quhen a mi kanë dhënë më dokumentet që duhet mi jepshin këto apo jo, i thejmë gjyqit që kjo është problem faktesh dhe faktet nuk duhet i vendos gjyqtari, po duhet i vendos juria. Një. E dyta themon, në qoftë se ato mendojnë që faktet po t'i paraqesin para juris, nuk janë favorin tim, edhe thonë gjykatësi që t'i heqi, ne jemi para gjyqit ashti, le t'i prezentojmë gjyqit, pse ato paskën frikë, le t'i vendosi me lafti, le vendosin këto që qujon jurisët, këta që kanë punën e gjyqtarit, le t'i vendosin këto, edhe në qoftë se faktet janë me to, pse ato paskën frikë, t'ja tregojmë faktet neve, unë them që ato e kanë shkatru, ato të thonë si kemi shkatru, unë them që ato s'mi kanë dhonë, ato të thonë që i kemi dhonë. Thashut, si mundu të thashun, një kompani ka që fuqishme, që ka kazino në për gjithë Amerikën, që kanë shopping mall në për gjithë Amerikën, që kanë pallate luksoze në për gjithë Amerikën, që kanë një kompani aq të fuqishme avokatësh që po punojnë sonte gjithë natën aty. Ja shikoni, e se çovun ke i padio do të çojë herë, vazhdojnë ata duke çu file që po bëjnë shkruaj. Janë mbledh aty 100 veta, shkruaj kërkesë mos kërkese. Shif sa kanë bërë sondet, shikojmë, vetëm nga ora 8:45 deri tashti. 1, 2, nuk e shikoni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, deri tashti kanë 18, se kanë po këto reload me pa, që kanë nga ora 8:45 e darkës, deri tashti në 9:47 ka ardhe fundit, kanë bo pra 18, duke se qenë, 18 kërkesa sonde. Kërkesa e parë pra ishte që mos më lejojmë gjykata, të më ndaloj, të mos flas, mos hap gojen, të mos i them atyre juristëve që këto kanë shkatru evidencën, këta kanë qeftë evidencën, këta kanë pru materiale tjera për tjera, video tjera për tjera, ato që janë për dëshmu çështje nuk i kanë pru, ato që s'kan lidhje me çështjen i kanë sjell, ato thënë sa mjo mos hap gojen. Unë them si ka mundësi, jam përgjigjen sonte këtyre, që këta, një kompani ka që fuqishme, me avokatët më të mirë që mund blejnë parat që ato kanë, që po punojnë sonte gjithë natën, që janë 20-30 veta aty, që është të premte, në vend që të shkojnë ke familjet e veta. Si ka mundësi që ata paskën frikë nga një person që s'ka shku në shkollë për drejtësi, si puna ime, nga një person që ka punu e ka la McDonald's që të shqej familjen dhe të sjell gjithë njerëzit e familjes nga Shqipëria këto që s'ma ditën. Më pa të thonë Ze Majdari, ku erdhi këtu Sami, shif punën tate, se lodhesh e rëptohesh vetëm për njerëzit e tuj, ku erdhi atëherë, edhe ata do të shkelin me kom, ata s'do të përfillin momenti që të kesh nevojën atyre, por nuk ka gjë. Unë prapë do të bëj nga e para, po i them këtyre, unë
si që s'kam shku në shkollë për drejtësi, që flas një anglisht të jashtëzakonisht keqe, që jam një prose pa avokat, në qoftë se faktet janë ato, pse paskin frikë ato, ti prezentojnë faktet para gjyqit, edhe vendosin juristët, ato do fitojnë. Të gjithë këto kërkesa, që këta bëjnë sonde që po i qojnë, të jeni të sigurt vëllezër e motra, që gjithë, unë si kam lexu të gjithë dhe zu me qa kokën me lexu, se duhet me përgjith gjithëve këtyre, s'do kem ko, si kam lexu dhe se qaj kokën, por e di, do të droham të lexoj, ndan që të përgatiten për gjyqin, këta mund për marrin shpirtin, që të mere me këto anët ligjore të kërkesëve, e bëjnë edhe Kastile, që thonë Samiu, të mos ketë ka të përgatitet për gjyqin, por të meret me këto, që janë pa di kështu kërkesa ligjore, edhe të hum kohën me këto. Por për këto unë të përdor chat GPT-n, se për këto të ndihmon chati, por çdo që po më shkatron nga atje, po ja shikojeni pra, edhe jam i sigurt që gjykata do t'i ashtu aprovojë gjitha këto kërkesat të tyre, se janë të fuqishëm, kanë parat e botës, e blejnë gjykatën, po ja, të paren e pam ne, ju përgjigje, shikojmë çka është e dyta, të shikojmë një nga një, ja ta shikojmë, ta hapim. Kjo e dyta thot, motion in limine, defendant's fifth motion in limine, që do thot, motion in limine duhet vjerë nga italishtja, se kryesisht këta i kanë termet nga latinishtja dhe shëthejmë, nuk e di, por përkthehet në anglisht paka shumë kërkes parandaluse. Pra një kërkesa e pest, është kjo që sa po hapa, parandaluse. Edhe do që t'i bëj sejfën, do një mail, se nga gjykata, ja t'i japet dhe emailin që t'a hapet. Oh, come on. Okay, validate. Edhe hapot e ja që këta, kjo që e ka fifth thot. Defendants PP blah blah blah, David, by counsel pursuant to Maryland Rule 23110, hereby moves in motion to preclude Whitman from making any statement, insinuation or argument at trial the defendants have unfairly prejudiced the court against him as ground therefore defendant stay. Okay, e lexojmë kjo çdo thot, kjo kërkesa është një kërkesë tjetër që i pasim bo këta gjykatës që Samiu mos boj as edhe mos ngrej as një argument para gjyqit që thot që kjo kompani është aq e fuqishme sa i ka bo presion thot avokatëve që të jenë në krahun e tyre edhe kundër Samiut. Kjo thot aja që preclude, thot, plaintiff William Whitman është Sami Gjoka, from making any statement që mos boj as një deklarat, mos jap as një deklarat, që or insinuation ose të hin t'jap në i këshu në nënkuptu, or argument the trial ose të argumentoj, thot, the defendants have unfairly prejudiced the court, që këto defendants, këto të paditërit kazino, pronarje kazino dhe pronarje thënë kompania që ka kazinot edhe pronarje vetë kordishi, që nuk kanë bë presion, nuk i kanë gjykatës me paret që kanë, me fuqin që kanë, që të jetë në krahun e tyre. Kjo ishte ajo, do t'i përgjigjem edhe kësaj. I përgjigjem letën, por problemi është se e tregoj qatit, hej qat është këtu, ky liq mbran mu, edhe formuloje që i shpeti për mua të, edhe shaf po sa i ka formulu në regull, po t'i boni gabim e të rëgoj që këta i ke gabim, i do i përgjigjem këtyre, unë po marrin kohën, ta shofim çfarë është tjetra, ta myllim kjo ishte, ta shofim çka është, ja kjo është ajo faqja e gjykatës direkt, nga Marilandi, ato njoftimet që më vinë më direkt tu, por po më knaq kjo, që në gjysmët natës në weekend, ato kanë edhe një muj afat, sa kanë 10 dit, edhe 20 dit kanë, por nuk po i zë gjumi. E po mirë, arritja është ka mirë ka meri. Se deri sot me moran si për shaka, me laf si for a joke, me laf nuk me moran seriozisht është për këthimi. Por të ashti kanë hyë ethet atyre, ja të shofim që është tjetra. E dyta ishte, support. Këta të shti, support, do më thonë atë supporting exhibit,
A kështë pi të thonë ata dokumentet që me supportu këtë moshën, të shofim se që kanë thonë nga support, duke se kanë depozitën time, fusin të pralla, se s'ka nevoj, të shikojmë të shi do e-mailin që të hapët, kjo gjithmonë, do e-mailin që të hapët, kjo gjykata nuk let i hap direkt, do të fush e-mailin, exhibit 1. Kjo është ajo, kur mua të më kanë depoz ju thonë që para se shkosh në gjyqë të thrasin edhe të filloni të bënë pyetje një lloj si para gjyqit, je betu që do thush vërtetën, vetëm vërtetën e dënohesh, edhe unë nuk e di kush ka kodi lexoj, i kanë shiko se ç'bëjnë ta maskërej. I heqin ato fjalët që kanë thonë që si leverdis, i heqin, i kanë fshihet atë gjithë. Mirë që i kanë fshi, po thonë që mos i tërgoj sa miu atyre, thonë gjykatës, që ne i seleksionojmë, heqim ata që s'na duan, që i fshim ata që s'na hyn punë, edhe paraqesim ata që na nimojnë. Shiko se çfarë padrejtësia është. Padrejtësi, natyrisht. Gjykatën xhep, natyrisht. Para madhe ethët u kanë hy, që rrinë gjysmët natës se po bëjnë kaq kërkesa sa njerëzit nuk bëjnë as kodhudhin Donald Trump në gjyq për 20 vjetë të i bëjnë me në natës. Ta shofim qëka është këtë tjetë urdhri, proposed order, shife kanë bo dhe proposed order, është ajo si e thonë ju urdhëresa, si një urdhërese prejer, ja kanë bo gati këta gjykatës, e kanë shkujt këta se dun, që gjykata ta pranojt, e shofim se që kanë shkujt këtu. Ja ta shofim, ja kanë bo gati këta gjykatës, që gjyqtari order thot që order, e kanë bë urdhën edhe thot upon consideration of fifth motion in limine, duke konsideru këtë kërkesën përjashtuse, po thejme nuk e di se si e ka në Shqip, përjashtuse, këtë kërkesën e 5 përjashtuse të kazinos, bla bla bla, me këta dete ku ta diu, urdhërohet, e kanë bë gati, thot urdhërohet, the defendant's fifth motion in limine, që kjo kërkesa përjashtuse e defendeve e zgrandit është aprovume, edhe order dhe urdhërohet, thot, që plaintiff William Whitman, që pa ditë si Sami Gjoka, is precluded, është ndalum, at trial, is prohibited at trial from making any statement, suggestion, blah, 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 or any argument relating to the claims of the court is biased. Pra, Samiu i ndalohet kategorikisht urdhër, e kanë bërë këtë gati gjykatës. Nuk e di nëse gjykata do ta pranojë apo jo, po sa di që të hodhin firmën, se shumica e gjyqtarëve natyrisht janë me ta. Mund të jetë 1-2 që mund tjetë në krahun tim nga ata njerëzit që urrejnë këta, po pak janë ata gjykatës që janë kundër këtyre çka quhet korrupsioneve. Po ja, ky është ai urdhri, një nga këta urdhra që kanë shkruar sonde, që të urdhërojmë në gjykata, që mos t'i themun juris që ata e kanë xhep gjykatën dhe gjykatësit, se unë kam thonë këtë vazhdimisht para gjykatëve, që ju po veproni si Sahan Lëpirës, po e shqitni vetën, kur ka gjykatës në Amerikë, i kam thonë këtyre maskarevet, shpesh herë për 3-4 vjetë, ka gjykatës në Amerikë që hudhin Trumpin, ju po lëpihi mas me, po kjo është më i fuqishëm se Trumpi, se ka shumë më pasurisë sa Trumpi, kjo kompania, iku të shofim tjetër ndërsi, janë pa fundë të që ka shku, kush të të përgjigje këtyre, të dëmdu një muj, që është kjo të shi, kjo quhet, për që është kjo, motion limini, defendant 7th motion limini, e kushri, nuk du me hapë të shi se duhet më përgjigj, po shikojeni vlezër e motra, shikojeni këtë loj kompania ma fuqishme, ndoshta se ka pani herë Amerika. Gjithë kazinët që shumicën e kazinëve në Atlantic City edhe në Vegas, këto nuk i kanë pronët të tyre, po këto i kanë ndërtu, se këta janë kryesisht kompani që ndërton, si shka që janë Rapushi që ndërton dhe anë kanë Shqipëris, por amo kanë mjaft pallate që i majnë, shopping center që i majnë për vetë, edhe ndërtojnë edhe për tjerë, si që kanë ndërtu gati gjysmën e Las Vegasit, edhe këto janë detyru për një Sami Gjok që nuk fletës anglisht mirë, që s'ka qenë i herë në shkollë për drejtësi,
i ka detyru këto maskarej. Të punojnë sonë dhe gjithmonë të punojnë për 2-3 javë, dhe ditën e gjyqit, kështu do punojnë. Edhe kërkes, mas kërkese, të po kërkes, gjykatësit e lidh një kombët sa miut, lidh një gojën sa miut, mos thot këtë sa miut, mos thot të sa miut. Pse? Mos dalin ballë për ballë, të thot sa miut dhe të thejmë edhe ne. Kush ke drejtje mushi me indin atyre? Nuk prish punë, vlezër e motra, nuk do të fitoj. A rrezikta çfarë nuk ndodh me korrupsionin, mund të myllin këtë çështje edhe para ditës gjyqit, me gjithë të punë që bëjnë këta. Por ama, Sami Gjoga nga Shqipëria u atërgoj vendin këtyre maskarenjëve që kujton se shkelin me kom se janë mësu me shkel e çdo lloj amerikane që i bëhet ur. Por nuk kanë pa gjak pelazgu këta shkërdhata, se shqiban një pelazg që vjen nga Ballkani në Amerikë, i shkatëron, edhe do ta marrin me këto për jetëve, këtë fyrje, këtë përullje, këtë diskreditim, edhe këtë rënim që i ka bo Sami Gjoka, se ata nuk e kishin mendu kur që do të vinin në këtë pikë. Sami Gjoka ju përshnet.